sepse tani ka ardhur, ju thash, niveli është shumë lart. Mirë, duke qenë shumë lart, pavarësisht gjithë procedurat që do ndiqen, do ketë zhvillime sepse janë hetime që janë futur shumë thellësi të gjërave. Të gjithë tyre që përmendën dhe Arioni. Ka zhvillime, priten zhvillime dhe dosjet kanë shkuar, pra hetimet kanë shkuar shumë lart, politika do e bëj një lëvizje të vetëm për ta frenuar. Që është shumë voluminoze, nuk duhet të jap emra, detaje, më intereson. Me ardhen e zotit Braho, ishte vetëm një prokuror dhe një hetues. Sigurisht që pati një vëmendje të madhe që kjo çështje t'i jepet drejtim sepse është shumë e rëndësishme, një nga hetimet më të rëndësishme që ka Spaku që po ecën gjatë këtij viti. Zoti Braho ka urdhëruar edhe 5 hetues të tjerë të shtohen dhe të shtohet edhe një prokuror tjetër. Pra tani kemi të bëjmë me një çështje që ka 2 prokurorë dhe 6 hetues. Çështje vjetër, çështje e rëndësishme. Që do të thotë edhe Spaku vet ka filluar po selekton çështjet që janë më të rëndësishme sepse ka hetime komplekse. Shikoni, aty çdo ditë që gërmon, del nga një gjë. Del çdo gjë. Dhe për herë të parë Spaku këto 2 muajt e fundit nuk ishte ndodhur përpara, ka nxjerrë gjithë trupën e hetuesve në terren në një ditë. S'ka ngel asnjë hetues në zyrë. Të gjithë veprimet konkrete, sepse ka shumë. Jashtë mase, janë do t'i bësh të koordinuar edhe kontrollet që bën. Kur i bën shumë do të shkosh njëkohësisht sepse ai mund të lajmërojë tjetrin etj dhe të prishën provat. Si ndodhi me një rast që ata rregullonin celularët, hyri BKH-ja brenda dhe i gjeti WhatsApp-in në kompjuter. Këta merreshin me celularin, se ishin lidhur me kompjuterin, ne kishin bërë atë. Kishin WhatsApp-in të lidhur me kompjuterin. Po prapë se e bën me klonim ta që njëkohësisht e kanë më thjesht në shtëpi të shkruajnë në kompjuter. Po shkruajnë edhe në kompjuter WhatsApp, siç e kanë celular, kanë edhe në kompjuter. Ata fshinin celularin ndërkohë ishin në kompjuter. Pra nga urgjenca e madhe e gjërave, se e morë rast shura edhe për humor. Po që janë të gjithë në terren, janë të gjithë shumë të angazhuar dhe priten zhvillime për shkaku edhe orët pafund që kanë. Unë sa e shikoj që më thonë që janë orë pafund, ngrej kokën deri 11 natës, do thotë që po merren me çështje sepse normalisht një tetorsh është një gjë fare rutinë. Mi po në këtë kontekst marrin kuptim dhe deklaratat. Vërtet do ketë zhvillime shumë signifikative gjithë kjo sakrificë e madhe e gjithë këtyre orëve të gjata të punës, stresuese. Atëherë marrin kuptim të deklaratat e Ramës dhe politikës. Sfida. Nëse gjërat janë kështu. E para sfidë ka sekretin hetimor. Sekretin hetimor. Patjetër. Që dalin pazar. Diku del këtu, del aty etj. Madje sekreti hetimor po e rrezikojnë edhe deputetët. Edhe rasti i 16.000 faqeve në ngarkim të zonës Zballuku. Është në shkuar deklaratat. Po nuk ka dalë. Nuk ka dalë gjë nga ajo. Në momentin që ti fillon dhe nxjerr pasazh, siç është premtuar e lajmëruar. 16.000 faqet për Ballukun, që ka shkuar në Këshillin e Imunitetit. Pse se dëmton hetimet. Po do jetohen ata, po i nxorën. Do fillojë hetimi. Tjetra, infrastruktura 40 hetuesit e rinj këto gjërat kanë problemet e tyre njëkohësisht. Tjetra janë personat në kërkim. Janë shumë persona në kërkim. Janë mbi 150, 200 persona në kërkim që ti sjellësh ata para drejtësisë, do të thotë që vërtet ke bërë drejtësi, sidomos po flas për krimin e organizuar. Më pak për korrupsion. Po kjo do dhe bashkëpunim me policinë. Tani kërkon bashkëpunim me policinë dhe policia deri tani ka bërë një gjë të mirë me atë mbledhjen e Interpolit të Athinës që filluan të sillnin nga Dubai. Por ata po shtektojnë nga Dubai, po ikin. Sepse e shikojnë të pasigurt. Ka ndodhur një ngjarje për shembull para pak kohësh, u bë një vrasje një turku në Dubai. Jo vetëm që u zbulua autori, po edhe me kërin të autori, 80 veta shokët e tij që rindën nëpër lokale, të kapur me face recognition nga kamerat, të 80 i futën në avion, thoshte ajo, unë e njoh, por nuk kam lidhje me këtë ngjarje. Të 80 në avion i kthyen në Turqi. Pra do të thotë, Dubai është bërë pasigurt. Kanë shtektuar, kemi pas një informacion fillestar për Rusi, që ju kam thënë, është tranzitore. Pra nuk shkojnë për të qëndruar në Rusi, kanë si vend tranzitor në Amerikën Latine, më fal. Duhet të trokas jo më në Rusi, sepse ka qenë tranzitore. Duhet të trokas në Azinë juglindore. Në Azinë juglindore, po ku konkretisht? Sidomos në Kambodža, sidomos në Tajland, sidomos në Myanmar, janë disa nga këto, Macau, një territor gjysmë autonom kinez, janë të gjitha këto që ne po na ndodh diçka një veti e re, që deri dikush përmendur edhe në non-paper të Europolit dhe Interpolit. Me dokumenta falso, këta mund të falsifikuara, këta mund të jetojnë në çdo vend të globit. Na ka ndodhur një person që u kap tani së fundi, që ishte një nga lordët e drogës që bënte transfer e drogës në Evropë, dhe të gjithë thoshin shqiptari. Ai doli që pasaportën e kishte shqiptar, po ishte vetë shqiptar. Çfarë ishte? Ishte nga Amerika Latine. Kolumbian.
Kolumbian. Okej. Pra e kuptoni, dhe këta bëtë njëtën gjë në mënyrë inverse, por që ka këtu? Je jashtë rdarve,